Mirëdita, data 17 qershor 2026. Diskutojmë prapë për situatën që jetojmë, çfarë po bëhet, ku do konkludohet ndonjë gjë, do arrihet ndonjë gjë, apo jemi në një konfuzion, në një kaos total që askush s'po kupton se çfarë po ndodh. Pata intervistën me gazetarin italian Francesco Toscano dhe pyetja që ai më bëri me të drejtë, tha, cili është objektivi, tha, i këtyre protestave në Shqipëri, dhe aty kësaj pyetje, kur bëjnë këtë pyetje ngecesh. Edhe pastaj këta profesorët që i njohin, thonjza profesorët që i njohin intervistat, se si duhen bërë nëpër televizion, se si duhet flitet, të japin pasaj atë vlerësimin dhe thonë intervistë dobët e tjera. Po dobësia e intervistës në të vërtet nga vjen. Sepse Francesco Toscano bën pyetjen, thotë, cili është objektivi i këtyre protestave? Aty ti nuk e di cili është objektivi. Pastaj këto të diturit thonë, ti nuk e di objektivin, se njerëzit e dinë objektivin. Pra që është gjithmonë kjo, vetëm ti nuk e di, se të gjithë e dinë. Lind kjo pyetja që të gjithë e dinë dhe dikush është i paditur. Pra këtu pyetja kjo është për çfarë po bëhet, ku duan të arrihet, domethënë cili është objektivi i protestave, bën pyetjen Francesco Toscano. Cili është objektivi? Nuk e di, thotë. Tu s'po kuptohet a ka objektiv apo s'ka, çfarë duhet të arrijnë. Ky është problemi. Jo, e rëndësishme është qëllimi mirë, thonë këta që propagandojnë, që s'din asgjë. Qëllimi mirë pa ditur se cili është qëllimi. Është kauza, thonë. Luftojmë për kauzën, pa e ditur se cila është kauza. Gjithmonë, jemi po të njëjtin problem. Domethënë problemi fillon nga padia. Nëse nuk edukohen njerëzit në përgjithësi që të kulturalisht jenë më të ngritur dhe të dinë disa gjëra të paktën, nuk po them të jemi gjithë shkencëtarë, se është e pamundur, por të dinë ca element bazik të kulturës në mënyrë që të orientohen në jetën e përditshme. Pa duhet ta ketë një informacion njeriu, se ndryshe kështu është në kaos dhe nuk di vërtet ku po shkon, dhe se di askush se ku po shkojmë. Jo vetëm Shqipëria, po s'po e dim ku po shkojmë gjithë botën. Pra nëse dikush mendon se ka ide të qarta, këtu nuk ka askush, s'ka askush ide sot, jo më që të ketë ide të qarta. Kjo është problemi, pra kjo është vështirësia që edhe në një intervistë një personi që ka eksperiencë pastaj. Nëse flasim për manifestime, protesta, unë aty është pikërisht në atë që kam më shumë eksperiencë, sepse jam plakur në për manifestime, por që i kam organizuar direkt unë. Domethënë, një njeri nuk është i çmendur që të shkoj për ditë në Questurën e Romës dhe thotë do bëj protestë. Domethënë, ç'është ky njeri që bën ka 400-500 herë në Questurën në Romë dhe kërkon gjithmonë lejen, do vetë të protestoj këtu, do vetë të protestoj këtu, apo çfarë po bën ti? Çfarë do më arrit? Domethënë, ku du ta kem fjalën, sepse që të arrish te protesta, ka ca gjëra tjera më përpara, nuk mund të arrish direkt te protesta. Gjëra që shqiptarët nuk i kanë bërë asnjëherë. Por jo vetëm shqiptarët, por këto gjëra po zhduken edhe në Europën, që ka si do të jetë një histori 200-300 vjeçare, dhe këtu po përpiqen që të harrojnë njerëzit, që ta heqin atë memorien e të kaluarës. Kurse Shqipëria këtë memorie, këtë eksperiencë nuk e ka askush. Unë ju kam thënë dhe vitet e tjera, në 31 korrik 2001, kishe një takim me presidentin Shqipëri Recep Mejdani, të cilit i kërkova një ndihmë për atë që bëja në Romë në lidhje me emigrantët. Një mbështetje. Recep Mejdani nuk ja kishe iden fare. Domethënë, Recep Mejdani ishte i mirë dikur për fizikën, sepse ndofta fizikën e lapase. Dhe pastaj ishte për këto lojrat në përzyra, veri një letër këtej, veri letër andej. Por domethënë për këtë s'ja kishte iden fare, madje, tamam siç bëjnë gjithë shqiptarët, protestën, ai e konsideronte një lloj spektakuli. Dhe kjo është në trurin e gjithë shqiptarëve. Domethënë shqiptarët protestën e quajnë një aktivitet. E quajnë thjesht një dalje, një aktivitet që e bën dikush,
sepse do që të duket, do që të marrim shumë dominin të njerëzve dhe e bën ai për qëllimin e tij personal ose të një grupi, por që e bën në formën e një spektakulli. Domethënë, sipas Recep Mejdanit, ish president, ai më tha eksaktësisht këto fjalë, ti bën protesta, të tjerë bëjnë koncerte, tha, kush është diferenca? Kuptoni? Po këtë gjë e kam ndeshur shumë në Romën. E kam ndeshur shumë në Romë dhe thoshin këto kapoçonët shqiptarë që e quajnë, ju duket vetë sigur janë kapo, po s'janë kapo as të vetes tyre. Edhe sikur përfaqësojnë njerëzit, por nuk përfaqësojnë dot as veten e tyre. Edhe mblidheshin tani, por shqetësimi i tyre ishte pse unë po grumbulloja shqiptarët, ose pse shqiptarët po më ndjekin mua. Ishte ky shqetësimi në vërtet. Po e quajmë xhelozi, po e reduktojmë, po e quajmë po e zbresim në nivelet më të ulta, që ishte thjesht një invidja, një xhelozi, nga erdhi ky, doli ky që t'i vjen njerëzit mbrapa, për shembull. Edhe i bënin mbledhje këtu, thoshin duhet bëjmë një protestë shumë të madhe. Protestë për çfarë? Domethënë sepse ata e konceptonin, ja, Ladi bën ky bën kështu, ky ka për shkop, dhe Ladi bën se bën protesta. Domethënë, imagjinoni quhet manifestimi, se ne i themi manifestim, këtu nuk i themi protesta. Quhet një lloj aktiviteti, si aktiviteti kulturor, si aktiviteti sportiv, si një dasëm, si një grumbullim mekanik për të luritur diku, ku diun, për një gjë kot. Pra, këtu është vështirësia kryesore, sepse shqiptarët nuk e dinë, jo atje pas këtu, kur thonë një që ju japin mend, neve atje në Itali apo në Greqi bëjmë namin, as i gjë s'bëjmë. Pse themun as i gjë s'bëjmë? Në këtë mënyrë i kam bërë dhe unë ato po i quaj fjalën protestat e para. I kam bërë në këtë mënyrë. Nuk e dija për çfarë dilja, por ishte problemi për shembull ishte. Protestën e parë për shembull e bëra sepse u manipuluan zgjedhjet 26 maj 1996, dola para ambasadës të Romës, ambasadës shqiptare në Romë. Edhe imitoja këto njerëzit si për filma që kam turmën për para dhe duan të flasin bukur e tjera. Kërkoja me fjalë dhe çfarë bëra pas e regjistrime, do t'ju jap njerëzve që ta shohin njerëzit që unë kam dalë për para ambasadës në Romë, dhe ata atje të gramsh për shembull, sepse unë isha kandidat në 1996 me Netansekën, kështu që e shifja në këtë funksion. Por dhe më përpara e kam parë kështu. E kam parë sepse thosha, si mënyrë, kjo ka qenë një mënyrë për të futur në administratën e shtetit, po themi, për të bërë qoftë edhe një administrator i vogël, po më shumë pas e ato shkallët e sipër. Me fjalë dhe i bën dhe dukesh para njerëzve. Njerëzit thonë kush ishte ai Ladi, bravo Ladi, e pam në Romë, e pam televizor, dhe bëja video, bëja këto, i pregatisja, njeri që lufton shumë, e quaja veten time. E quaja veten time që unë po luftoja shumë, se më shkruajti njëri mesazh. Isha njeri që i dija të gjitha gjërat e tjera dhe isha 35 vjeçë, nuk isha 20 si janë këta që po dalin në për manifestime. E kuptoni? Nuk isha 20, isha 35 vjeçë, kisha mbushur 35 vjeçë. Dola herë para parlamentit italian, filloja aty, do ketë gazetar, do jepja intervista, shkruja letra kot më kot, i shkruja Mauricio Costanzos në atë kohë, ne duam vim aty, sepse ne dim t'i them gjërat. I shkruja Michele Santoros diku më mbrapa, pse juve më ftoni ata shqiptarë që s'din të flasin dhe se më ftoni mu që unë di të flas, atë shkova herë, më tha i fol, tha, mu më mbyll goja, u bllokova. Pra, këto janë eksperiencat që krijohen dhe ti nuk e di. Shqiptarë thonë do dalin për drejtat tona, thonë, do dalin për të drejtat, dhe drejtat çfarë quajnë? Ti që i bënd të Kreshnik Spaju, merë rëmuj njerëzit se grekët po bëjnë, po kapin toka, po bëjnë kështu. Po dalë që propaganda kod, sërbët anë e matanë, rusët po vinë anë, gjua shqipe nga nga tjetër dhe neve po luftojmë për gjuhën se gjua është e drejta, edhe pa kuptuar pra se çfarë është grumbullim, çfarë do thot protestosh, çfarë do thot manifestosh, pse do manifestosh, ku do të arrish.
Dhe në kjo pyetje nuk bëhet asnjëherë dhe lihen qëllimisht njerëzit në ignorancë që mos kuptojnë asnjëherë. Dhe për fat keq për ta kuptuar këtë, kuptohet vetëm duke provuar, nuk kuptohet kështu se pen televizor apo e pen një video. Vetëm duke provuar. Tani unë ju them kështu për protestat e sotme në Shqipëri, po edhe për luftat madje. Sot dhe luftat janë bërë spektakël. Edhe luftat janë bërë një lloj spektakuli sot. Po ta vini re. Lufta në Ukrainë, lufta në Iran, marrje e presidentit Venezuelës, një lloj spektakuli ku ndërtohet një propagandë që shtohen numrat, thuhet gjenocidi ky, gjëra të pavërteta, aty skuptohet vërtet terrenin ushtarak se çfarë ndodh, sepse kjo lufta hibride, jep informacione nga më të aty janë dy ndërluftues, njërin tjetër demonizohen sikur ai ka gjithë fajet, kurse tjetri palla tjetër ka ajo që ka të drejtën e kujtun lufta e drejtë, lufta e padrejtë. Një lloj spektakuli dhe lufta sot. Pse është një lloj spektakuli? Unë ju them këtë. Ekzistojnë dy lloje ekonomish në nivelet në gjithë planetin. Dy lloje ekonomish. Njëra ekonomi, jo kjo ekonomia informale dhe formale, që ti s'pagun takse, sepse raporti i njeriu nuk varet thjesht me pagesën e taksës, i kontributit që jep shoqëri. Varet çfarë jep, çfarë merr njeriu, me fjalë, çdo individ çfarë i jep njerëzve, pra shoqërisë, pastaj është shteti apo nuk është shteti. Kjo pak rëndësi ka, se ti mund bësh krim edhe shteti s'ka pasjerë. Po raporti jonë varet çfarë i ke dhënë dhe çfarë ke marrë. Pavarësisht se ti s'ke pagur taksa, po ke punur 14 orë në ditë, dhe ke pagur qirat në të zezë, të kam pagur në të zezë, edhe akuzohesh ti pasaj s'pagun taksa kur ti me atë para që ke punur 12 orë në ditë, mezi blem bukën dhe akuzohesh s'pagun taksa. Dhe kuptoni se si është propaganda. Tu raporti është çfarë jep, çfarë merr, pasi problemi i taksës e rregullash ligjesh i vendos shteti, ai është problem tjetër, ai nuk ka lidhje. Ato janë për interesa, pasi interesat shtetit, apo interesat një grupi, interesa për të goditur, apo interesa për të zhvilluar. Pra, këtu problemi me fjalë kryesor është, domethënë, ne jetojmë në shoqëri, jetojmë në një komunitet dhe kemi raportin e përditshëm me komunitetin që na rrethon, me njerëzit që na rrethojnë, pastaj është normale, është ndërtuar ai që quajmë shtet, dhe shteti bën interesin e tij, dhe ne duhet të krijojmë një raport me shtetin, që shteti të mos jetë represiv, mos jetë diktaturë që na vret, e tjetër gjithë secili prej nesh pastaj ka të kontributin e vet, si thua. Problemi kush është pra? Problemi është si ka lindur këto protesta në çfarë është protesta? Si mund të arrihet tek protesta? Sepse njerëzit protestën e quajnë shumë herë një lloj kërcënimi, thonë, qofse ju s'na bëni këtë, ne do kalojmë protesta të forta, të fuqishme, do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, dhe pastaj s'bën dot asgjë. Domethënë që të bëhet protesta, që ti të bësh një protestë, duhet fillim të ketë një problem. Domethënë, protestat nisin nga një gjë e vogël, nuk nisin patjetër nga një gjë e madhe. Domethënë ti nuk mund dalësh protestë tani dhe thua, unë kërkoj dorëheqjen e Edi Ramës. Kjo për mua nuk është protestë. Që ti thuaj dorëheqjen e Edi Ramës, jo se unë e dua Edi Ramën, Rama në burg, Berisha në burg. Këto nuk janë protesta. Shqipëria është e jonë, kujtun Shqipëria e shqiptarëve, vdekje e tratarëve. Ç'është është kjo? Domethënë ti, protesta nis nga një problem shumë i vogël, nga një aksident në punë, po themi, nga një person i cili shfrytëzohet, nga një njeri që është masakruar në rrugë, ku diun, domethënë kapet gjithmonë një fillim, një rast i veçantë fare, dhe ky rast shifet pastaj dhe thuhet, a ka dhe tjera raste si ky? Me bëhet pyetja, ka ndodhur kjo gjë ose kjo është kjo situatë në të cilën ne shohim që ky person po jeton kushte represionin, kushte vështira, duhet çlirohet. Pa ka të tillë të ngjashëm, po sa janë, domethënë kuantifikohet sa njerëz ka në të njëjtat probleme, sepse në fundit protestat bëhen për të
për raportet e njerëzve, raportet sociale, në fund fare raportet e njerëzve me njëri tjetrin, me shtetin, e kujtun tjetër, për t'i ndryshuar disa raporte që favorizojnë një grup dhe nuk favorizojnë grupin tjetër. Pra do ta zhvilloj pak të, por ty të them vetëm një gjë tjetër, thash dhe jesë, edhe luftrat janë bërë si spektakle sot, jo më protestat. Ju e shifni çfarë ndodh dhe në Rom. Se shparë në njerë kjo dalin këtu dhe shajnë muslimanët, se s'din çfarë thonë tjetër. Janë reduktuar në temat më banale, edhe dalit në rrugë, sot dalit në kshesh njerëzve, në temat më banale që ekzistojnë. Ku duket që edhe manifestimi apo protesta ka humbur rolin e saj si një mekanizëm që mund të rivendosi ekuilibrat midis njerëzve dhe shtetit, midis masës dhe pushtetit.